të Bashkuara të Amerikës. Jemi dy shtete, nuk duhet të harrojmë që jemi dy shtete. Edhe një tjetër këtu, Makedonia e Veriut, gati shtet shqiptar është. Tu flitet, do ta marrim çamërinë? Ku e kemi provën? Rama, kryeministri shqiptar, brenda Greqisë, foli për çamërinë para afër 2 vjetësh. Dhe unë ju thasha mjafton kjo, Ngjela, se duket se s'mjafton një deklaratë politike. Ajo do mjaftonte, do ishte normale në qoftë se të fillonte lëvizja atje, në qoftë se ata s'ka lëvizje nuk bëhet. Kryeministri e bëri punën e vet. Me rrezik ishte, po e bëri. Këtu flitet çfarë bën shqiptarët e çamërisë, po ka dhe një gjë që shumica e çamëve janë këtej, dhe pastaj ata kanë pasur në një konflikt të brendshëm fetar, sepse gjysma janë mysliman dhe gjysma janë ortodoks. Po tani është zbutur konflikti. Dhe me sa kam vënë në re unë, edhe ato duan që ta krijojnë çamërinë. Le të shohim Ngjela, le të shohim se sa duan shikuesit që na shohin neve live, se sa po kemi hapur një sondazh, një poll me pyetjen a mund bëhet çamëria shteti i tretë shqiptar në Ballkan, po ose jo janë alternativat për të përgjigjur. Zotër Shoja, mund të kemi një realitet të tillë? Mos më ndërprer mua, mund të më kërrojë ti iki unë? Po, Ngjela, mund të marrim edhe një mendim nga të tjerët? Se është çështje kombëtare kjo, s'bëhet me një person. Po, të mbaroj unë gjithë timin dhe të iki. Ju lutem. Mirë, Ngjela, mund të vazhdoni ju, pa problem, por reagimet nuk mund t'i dalin, se njerëzit mund të kenë reagime. Na shpunën në mes, më presin me klientën, të lutem. Kuptoj, keni... Që shtuajnë edhe luftën ti. Po ministë, se klient presin. Kjo narracion romantik që nuk ka vend me një tavolinë serioze. Kjo është skandal me menu që shtu një intelektual, si puna juve, që unë ju njo për t'il, po kjo keq, zotin Ngjela. Ti e din si avokat, ma mirë se unë, ka dalë tash, ti e din ma mirë se unë, që parimi i integritetit territorial është i pa negociushëm. Greqia është antare e OKB-s edhe e BE-s, këto e din shumë mirë ti. Për ma tepër, që këto ndryshimi kufive, pa marrveshjen, ose pa pëlqimin e dyja paleve, është i pa mundur. Që ka mund dhe bon politika shqiptare atje... Ika unë, ka lofshi mirë, ika unë, miru papshin. Apo dhe me folë romantizëm, apo dhe me folë realizëm. Mirë, nuk e do debatin, Ngjela, por me gjitha të kemi tema. Merkeqës në një denë fund, se pata mi kalëzu që kjo narracion, kjo degenerim total i diskursit publik që ka ndodhur shqiptarët. Dalin do njerës me onë rakshnu, asë onra nuk janë, me një narracion këtë romantik, edhe mendojnë se këtë problemi i shqiptarëve është problemi i këtë botës. Pa u konë në vetëdije, pa u konë këshient që ne jemi pjesë e parëndësishme aktualisht geopolitike. Për ma tepër, që thash, ndryshimi kufive është i pamundur. Edhe që më rëndësi, çameria nuk e ka statusin e vendit pushtrum, a me kuptoni, o njoft në konferenca e Londrës si pjesë e Greqisë. Kriterët 1913 i ka caktuar sipas ambasadorëve në Londër, 6 fuqive të mëdha, i ka caktuar më shumë, ose i ka përcaktuar më shumë Greqia se sa Shqipnia. Ai territori ka me zyrtarisht nga Londra Greqisë. Sot, që unë i bo shqiptarët është, mi ja unë njoft vujtjen edhe masakrat që unë bo çamëve. Nga shteti grek, për këto mirë me ngritë zonin, edhe mi ja konferenzuar me ngritë zonat. Por, a është kjo... është e pamundur. Po, dhe zotri Guri, a është kjo që sa po e tha zotri Shola, përfitimet e vetme që mund t'i kemi nga ajo pjesë, apo mund t'a kemi edhe ndonjë ridefinim territorial të çamërisë? Unë dy gjëra nuk kuptova dot, që pse zoti Ngjela iku me kaq ngutë, dhe pse zoti Shola me... S'ka argumenta. Jo, arsyetimi ishte se ka një klient, por... Jo është arsyetim. Okej. Me poezi romantike nuk bëhet çameria, ngone dosen jo. Po që e protokoll dhe për klienta nuk dihet kush kam shumë. Po e dyta që kuptoj është si ka mundësi edhe Sarale, zoti Shalaj të flasë me kaq pasion për të mbrojtur një të drejtë që është e padrejtë. Nuk jam pasionant, jam i irrituar me diskursin e juaj. Jeni ka doni me provokue konflikt nacionalizm Ballkan. Jeni që i rrini nga. Azdren, ju ka dëgjuar me shumë vëmendje zoti Guri. Po mirë, okay, oni. Ai jeti një serb, një shkjajet. Shkja, ka gjeta unë çajet. Shkja. Serb ju thotë, jo shkja. Serb ju thotë. Një shkja. Tani në qoftë me lejon, them diçka.
Sigurisht që Zoti Ngjela përgëzohet për këtë lloj kurajimi që e në tavolinë në diskutim. Edhe ashtu fillon. Edhe mirë e tha. Ashtu fillon. Sepse dhe Greqia kur e mori në 1920-ën e Pirin, e filloi në 1840-ën, sapo filloi të flisë Parlamenti Shqip në 837-ën, në 840-ën kërkesa e parë në Europë ishte si të merresh e Piri. Në 855-ën shkoi luftuan djem të Marko Boçari për të marrë Pirin. Në 878-ën Bismarcku në Gjermani lëshoi kushtrimin e paqe e Pirit për kishte Greqisë. Pastaj ke luftat e Abdyl Frashit e babait Abdylit me grekët në 1880-90-ën, 913-ën erdhi Londra dhe 920-ën e mori. Pra, ju desh 80 vjet, 820-920. Normal që ne e themi sot nuk e marrim nesër, por që thot zonja Merkel, që shqiptarët është i vetmi vend që kufizohet nga shqiptarët. Po pse i thanë ata? Se si kemi borxha, kemi bërgabim ta në ndarjen e Shqipërisë ta. Edhe u çuditën gjithë gazetarët europianë, si ka mundësi një zonja kancelare të flasin në këtë gjuhë. Kur Macroni tha vjet në Shqipëri që ju jeni frymëzuesit e Europës. Kjo nuk është romantik, nuk është narrativ kjo, por këto janë fakte që po zbulohen aq shumë sot, artefakte se vetëm unë më vinë 10 artefakte në ditë nga gjithë bota shqiptare që janë shpërndarë. Dua të them që shqiptarët po ndërgjegjësojnë, e drejta do vek haka ke i Zotit, e gjitha, do vek haka ke i Zotit, për një vit, për 10 vjet, kjo s'ka rëndësi, që qemrit që janë të kohës të Noës, kjo nuk është romantizm, thot Niko Stilo, Kami, biri Noës. Zotri Guri, neve na intereson, e dim se keni informacion të madhë, por duam si të themi, t'japim pak më shumë kuptim krejt informacion. Në momentin aktual që jemi këtu, që po flasim, ne dim se kishte një nismë para disa vitesh, e cila kishte të bënte me Qamërinë, e cila nuk përfundoi mirë, si që deni pra akterët kryesor u vranë të atjeshëm, ta asaj nisme. Por, realisht, si e shikon ju? E shikon një mundësi që Qamëria t'i bashkohet Shqipërisë vetëm pse ishte një deklarate e Edi Ramës në lidhje me ta? Se besoj që e ka pas për këto Rama. Jo, po që ke deklarate e Edi Ramës, unë nuk besoj fare. Aty Zoti Ngjela narrativin e ndërton me një bazament që quhet sofizm kjo. Sofizmi që është mbështetje pa bazë. Dhe Zotri Guri, të dëgjojmë pak më shumë për nismën e fundit e cila kishte të bënte me Qamërinë dhe kishte një përfundim interesant. Zotri Elezi ka një emër të cilën do ta përmendim, pastaj mbase mund të shtoj informacione Zotri Guri dhe Zotri Shala për të. Çfarë ndodhi realisht në nismën e fundit për kthimin e Qamërisë nga Shqipëria? Ajo që duhet përmend është me interes, madje ka qenë edhe publike